kuqe. Po, absolutisht po. Absolutisht kena vijat kuqe. Për kanë? Për Kurtin. Absolutisht na jena të kandidu për opozit. Pra, ti ki partit opozitare që pëthojnë, hej, mos na dëmtoni neve, se na jena opozita, du të me dëmtu Kurtin, e kur i pësun e për çka mi urujt juve, zotni? Për çka mi urujt? Mi urujt për me kundërshtu Kurtin? Po në rast se opozita frashë? Kur pi pësun për çka mi urujt juve, a ka mi urujt se kini me kundërshtu Kurtin, po thojnë, jo, na s'kina vijat kuqe, kina me hin koalicion me Kurtin. Cili o kuptimi me urujt këtë opozit? E cila, në fakt, e qoj venin zgjedhje, jo pse e ka problem Kurtin si autoritar, po veç për shkak që dashti me provu mos po rritët pak, mos po bjen Kurti pak për shkak se ju largu Vjosa, e mos po na jep ma shumë pushtet se na rritët pazari. Se është ndryshe me shku ti Kurtit me 20 deputet, ndryshe është me shku me 24 e fiton anaj ministria. Po, është gabim edhe nëse nuk bashkëpunohet me partin fituese, sepse në të kundërtën do të shkonim në zgjedhje More ti mu kallëzëm kështu, nëse del edhe i thu dikujt autoritar, nëse del i thu dikujt është i rrezikshëm për Kosovën, që po thot Vjosa Osmani për Albin Kurtin, na ka prish me krejt botën, po thot. E ka refuzu gazin amerikan, o ka i krym punë Sorbis, që shtu po thojnë Vjosa, Ljumiri, Bedri Hamza, Urani Smajli, qëta udhëhecit e opozitës. Po jemi edhe dëshmitar të asaj që nuk është diçka e rekjo kur thuen fjalë të ashpra, o pastaj bashkëpunohet. Ta ndërtoj argumentin, në më thonë këta në 1-9 i thojnë krejt qëto sene, nuk ka bashkëpunim me autoritar, kërkun botën demokratike, që ka kalu në autoritarizëm, kërkun nuk rëdzu autoritarizmi të bashkëpunu me të. Kërkun nuk është. E keni Hungari në rastin e fundit. Nuk rëdzu Orbanin Hungari për shkak që partitë opozitare kanë vendos me bashkëpunu me të. Për kundrazi që ato partitë opozitare kanë ra krejt, partitë tradicionale opozitare ka fitu një parti krejt e re, e cila e ka kundërshtu, i ka bo opozit, nuk ka thonë në ka me shku me bashkëpunu me të. Sepse nuk ka kuptim të me bashkëpunu me dikën që i thu është i rrezikshëm. Megjithatë, është autoritar, është ka shkatron vend. Po këtu çka po del pa, me çto pe përmbylli, këtu çka po del pa është kjo. Këta nuk mujnë me kon opozit, tu e pas qëllimin e ty në kryesor në politik me përfitu materialisht prej politikës. Frashër, megjithatë, po Argjend para se të kaloj vetëm edhe një çështje edhe mund ta marrë shkollë të ndë për tu kundër përgjigjur. Megjithatë, në një sistem të tillë zgjedhor, në një palë zgjedhje të cilat vinë me njëherë para disa muajsh patëm një zgjedhje dhe është rezultati ky që është i domosdoshëm bashkëpunimi mes partive politike për të mundësuar të ecin procese tutje ose në të kundërtën e kanë paralajmëruar edhe nga vetë pushteti edhe nga vetë partitë opozitare që në rast të mos bashkëpunimit do të ketë zgjedhje të njëpasnjëshme. Shumë mirë pra që ka i domosdoshëm sipas ty në bashkëpunimi, se sot e dëgjova unë dje Arjan Tahirin që është shef i grupit parlamentar, PDK-s nëse s'ka bëjë edhe në kryetar, po jam i sigurt, që tha në emision, na edhe nuk kemi vijat kuqe edhe kemi me najnë salë për mja votu presidentin. Tash pëthu sepse vendi nuk duhet me pas krizë. Mirë zotni, e pse prona qëtë qëtar zgjedhje? Pse nuk e bënet qëtë marrëveshje para zgjedhje? Qka pas ka ndru pej para zgjedhje? Qka pas ka me konë ndryshe mas zgjedhje? Që mas që ty në zgjedhje s'po bëj ka mo kriza, e para që ty në boni me që edhe njëherë në krizë. Pse nuk e bënet marrëveshje me Kurtin para zgjedhje? Po? Pse pëthuni mas ty në zgjedhjeve duhet me bashkëpunu, Kurti s'ka ndru kur gjë? Prej zgjedhjeve të kalume, deri që të zgjedhje Kurti s'ka ndru kur gjë. Pse tash po bëjka me bashkëpunu? E që të kallëzoj pse po bëjka. Sepse krejt pritjet edhe arsyet pse na qunë në zgjedhje i kam pas mos po rritun veç peshtojnë anaj deputete na jep pazar më të madh Kurti.